i madh i Zot, kur e tregon raportin e tij me krijesat e tij, thot unë jam falës, unë jam mëshirues. O sa shumë kemi nevojë për këtë gjuhë që e ka përdorur Zoti në Kur'an, që edhe ne, sidomos ne predikuesit, me pas këtë gjuhë të instaluar në memorien tonë, në ndjenjat e tona, në predikimin tonë, që njerëzve me u paraqit mëshirën e Zotit Dhul Xhelal, dashurinë e Zotit Dhul Xhelal, afërsinë e Zotit Dhul Xhelal që e ka me krijesat e veta. Dashurit e mi, kjo gjuhë po i mungon besimtarve dhe besimtareve, e sidomos një pjesës së predikuesve. Kjo gjuhë e mëshirës, e dashurijës, e respektit, e mirëkuptimit, e faljes, kjo gjuhë po ju mungon. Andaj o besim drejt, këtë gjuhë shpërndane, me këtë gjuhë mishërahuni. Kështu fol një njerëzve, Zoti i ka thonë pejgamberëve të vet, Muhammed Mustafas, vetëm që ishe i butë, i urtë, i mëshirshëm, njerëzit janë afruar afër teje, sikur ti shekon i dhunshëm, ekstremist, arrogant, njerëzit kishin me ikë prej teje. Sidomos në këtë kohën që jemi duke jetu ne tash, 2026, e më vonë kjo gjendje do të rëndohet edhe më shumë. Njerëzit kanë nevojë për gjuhë të urtë, të qetë, një gjuhë të butë, një gjuhë parafruese, një gjuhë që u ngrit moralin, vetdijen, shpresën masës, jo një gjuhë që u ashun y mytin shpresën njerëzve.